I dashur e mirë, nga buron kjo dashni e madhe e Izraelit për shqiptarët papritur, ndërkohë që ne jemi pothuajse një vend fare i vogël edhe pa pesë në politikën ndërkombëtare. Kjo është pyetja e parë. Dhe e dyta, Rama shkoi aty dhe foli në emër të shqiptarëve apo në emër vetë? Mirë. Për shpëtuar vetëm vetë, domethënë duke ditë se çfarë pozicioni është. E para njëherë që Izraeli ka arsye që të ketë respekt për shqiptarët. Sepse në luftën e dytë botërore, kur gjithë perëndimi i masakroi hebrejt, pothuajse të gjithë shtetet, në një përjashtim të vogël, shqiptarët janë ato të cilët strehuan rreth 3 milion dhe rreth 3.000 hebrej. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, duke menduar që si ishte gjendja e shqiptarëve në luftën e parë dytë botërore, vend i varfër, vend i masakruar, i shkatruar totalisht. Dhe kjo tregon një anë shumë humane për cilën ne shqiptarët duhet të jemi krenar brenda krenarisë tonë që vazhdon zbehet këto vitet e fundit, këto dekadat e fundit. Ne zakonisht besoj se ke vënë re dhe biem dakord që kur flasim për vlerat shqiptare gjithmonë i referohemi të kaluarës shqiptare, duket sikur dhe ndonjëherë krijohet ideja sikur shqiptarët që kanë jetuar para një shekulli nuk janë shqiptarët e sotme. Ndoshta kjo është esenci se si vetë shoqëria jonë, vetë mediat dhe ndoshta edhe politika nuk kanë ditur t'i promovojnë dhe t'i majnë ndezur në një farë mënyrë, po dhe shoqëria, vlerat që ne trashëgojmë. Ka arsye. Arsyeja kryesore është kjo. Roli që patën shqiptarët, pozitat që patën shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore dhe këtu, meqense ti ke dëshirë gjithmonë të flasësh çik, t'i japësh ngjyra religjioze, pjesa më e madhe e tyre hebrejve janë mbrojtur nga familja muslimane. Pothuajse pjesa mbi 90%. Që edhe kjo do ishte ndershme që nuk e përmend as kërkush. Që të përmendej, sepse po t'ishte nga krahu tjetër, mendoj që gjithë kohën do martirizoheshin, nuk do çuditesha që të martirizoheshin gjithë të familjet që e kanë mbrojtur. Ajo që po më duan themën është kjo, që Shqipëria është një vend që vlerësohet në bashkëtesë fetare dhe kjo bashkëtesë fetare ka nevojë për të ushqyer. Nuk jeton dot, nëse nuk ushqehet, nëse nuk mirëmbahet. Nëse edhe merremetohet ndonjëherë, nëse ka nevojë. Por ta mohosh dhe të kalosh në sensin e kahun e kundër është gabim shumë. Dhe e çuditshme është që këtë nuk e bën feja, nuk e bën institucionet fetare. Institucionet fetare janë shumë komplementare në Shqipëri me njëra tjetrën. Unë mendoj që është kështjella e fundit që e mban këmbë bashkëtesën fetare në Shqipëri, sepse politika sa herë ka futur hundët, nëse po e përdor këtë fjalë, mungesën e etikët, vetëm i ka bërë dëm. Kjo është momenti i parë. Momenti i dytë, qeveria ekstremiste sioniste e Netanjahut ka nevojë të tregojë botës se ne nuk jemi vetëm. Dhe gjeti një vend periferik si Shqipëria është një shok politik. Dyta, ka nevojë të tregojë edhe botës muslimane, sepse gjithë ngjarjet zhvillohen në lindjen e mesme, nga Dishulli, gjithë vend, aty është gjithë vorbulla. Dhe sigurisht ato kanë një farë me të drejtë kanë një farë tërheqje. Edhe duan ta zgjidhin, edhe kanë respektuar gjithë planet e mëparshme, ke parasysh naturalizimin e marrëdhënieve me shtetin Izraelit para se ndodhte 7 tetori, megjithatë këtë që bëri Netanyahu bëri një frenim të asaj, një mundësi, po them, një iniciativë për të vendosur një lloj paqe edhe me fqinjet. Dhe Netanyahu do t'i tregojë këtyre, shikoj se ne kemi musliman edhe nga mezi i Europës, se Shqipëria këtë ka, që këtë nuk di ta luaj kryeministri jon. Ne mund marrim një rol negociator dhe ndërmjetësues shumë praktik dhe shumë funksional, për shkak se jemi mazhorancë muslimane, ne jemi shtet laike, po mazhorancë muslimane me këtë performancë religjioze të bashkëtesës paqësore në mes të Europës. Ky është roli që ky duhet ta shfrytëzojë, po ky se shfrytëzon, nuk di ta bëjë këtë pjesë. Me fjalë të tjera, për ta vazhduar, Netanyahu kërkon të tregojë botës tjetër që shikoj se ju jeni ekstremistët musliman, të cilët nuk na donin, se ka dhe musliman mes të Europës që na duan, nuk ka lidhje fare. Në qoftë se gjatë gjithë konfliktit ekstremistët, judaistë dhe ekstremi politik i djathtë në Izrael mundua ta vesh gjithë konfliktin me ngjyra fetare, madje edhe ta justifikojë fetarisht, nëse kujtohet fjalimi i parë i Netanyahut, i cili fliste për popullin e dritës dhe popullin e errësirës, ishin kontekste të marra nga Teurati, nëse kujtohet ai fragmenti i Eshias, kërkonte ta fetarizonte. E vërteta është që
pavarësisht konotacioneve dhe pavarësisht që ti nuk mund ta ndash dot religionin nga një konflikt, në çdo lloj konflikti tjetër të botës, thelbi i konfliktit, dhe tu jam kritik dhe pjesë muslimane, nuk është religios. Sepse Palestina kërkon sovranitet, kërkon shtet. Ndërsa Izraeli kërkon të krijojë shtetin dhe Izraelin e madh, sionistët po themi, mbi baza religjioze. Kështu që religioziteti në këtë rast është një anç. Apo jo. Kjo është e vërteta. A fitoi apo sfitoi Shqipëria ishte pyetja apo jo? Çfarë fiton Shqipëria? Çfarë fitoi Shqipëria dhe a foli Rama në emër të shqiptarëve apo të... Unë ndjeva keqardhje për të ta them pa kritik, edhe shoh shikimin tënd kështu kritik. Ndjeva keqardhje shumë për Netanyahu kur folin. E di pse gjen. Sepse para një viti në Izrael shkonin gjithë liderat e mëdhenj botës, të Europës. Ndërsa Izraeli sot nuk e viziton dot asnjë lider dhe gjen një lider periferik pa peshë. Siç është Rama, jo pse Rama nuk është i gjatë, nuk plotson konditat fizike, po shteti jo. Shqipëria nuk është një vend që ka një peshë në arenën ndërkombëtare. Dhe unë merr i keq për Netanyahu, për gjithë Kenisetin, cili përplasë duart pa fund. Sikur donte ti thonte opinionit publik në Izrael, e shikon se ne nuk kemi vetëm, se ka akoma njerëz, se ne na do bota atje. Ishte një manipulim dhe ishte me të vërtetë një keqardhje. Ndërkohë që mos haro diçka tjetër. I gjithë Unioni Evropian është i distancuar, ka qëndrime. BE-ja ka qëndrime kundër Izraelit. I përmenda pak më herët që një pjesë e madhe e vendeve anëtare po bënjohet një anshme, po presin marrëdhënie. Ka shtete që kanë dëbuar përfaqësinë izraelite. Janë në një presion të brendshëm shumë të keq në Europë për shkak të rritjes së antisemitizmit në opinionin publik evropian, dhe kjo është një rrezik shumë i madh. Europa ka vujtur nga antisemitizmi. Letrim pak këtu, se kur flasim për antisemitizëm, gjithmonë kemi parasysh Izraelin. Popull semit nuk është vetëm Izraeli, edhe Palestina semite. Ka një konotacion, vazhdojmë me historinë e manipulimit që ka bërë sionizmi gjithkohës. Shiko, semit është një fjalë, ose më mbi po themi, është një term totalisht religjioz. Totalisht religjioz. Dhe kjo është çudia shumë e madhe që ne jetojmë në epokën kur flasim për shtet laik, kur feja është ndarë nga religioni, ndërkohë që përmendim terma si holokaust, si antisemit, dhe i krijojmë këto standarde politike ndërkombëtare. Dhe pjesa më madhe e njerëzve nuk i kupton. Semitizmi është koncept religioz i cili lidhet me një nga djemtë e Noës në të gjitha doktrinat abrahamite, po themi, gjithë librat e shenjtë. Semi ishte një nga djemtë e Noës, e cili sipas rrëfimeve religioze vendoset pikërisht në këto territore, në këtë hapësirë gjeografike, nga cilët pastaj rrjedhin vjen Abrahami, po e filloj po e shkurtoj për arsye kohe, vjen Abrahami dhe nga Abrahami pastaj gjithë pasardhësit dhe këtu krijohen pastaj Abrahami një edhe si patriarku i monoteizmit, dhe këtu vjen dhe pasardhësit e tjerë, por semit janë dhe arabët. Sepse nëse hebrejt pretendojnë që janë pasardhës të Ishakut, njëri nga djemt e Abrahamit, Ibrahimit, po. Muslimanët, një pjesë e madhe arabe, po themi, jo muslimanëve, rrjedhin nga Ismaili. Apo, kështu që teorikisht dhe praktikisht dhe historikisht dhe nga pikpamja religjioze, arabët dhe hebrejt janë djem xhaxhallarë. Janë një njëjtë i gjatë pra, pse kur folet për semitizëm. Domethënë, jo vetëm që bëhet gabim dhe manipulohet termi semit, por manipulohet dhe një realitet që është shumë më e egër se sa kaq. Jo vetëm që janë semit, por janë shumë afër njëri tjetrit, sepse ka dhe semit që janë larg. Dhe bota heshtë. Dhe bota heshtë, jo, po të them diçka, ka pas debat shumë të madh. Kjo është një nga të mirat, më thojza, që solli konflikti me Gazën, sepse risolli në vëmendje këto terma dhe bota është krejtësisht e qartë. Tashmë për semitizmin, ndoshta në Shqipëri nuk janë akoma të qartë. Okej, të kthehemi tek pyetja çfarë fitoi Shqipëria, po thatë. Ju thash që Shqipëria ka humbur, sepse për gjithë ato arsye që u përmendëm dhe më herët, ne jemi vend që aderojmë, bëhemi antar, paktën sipas deklaratave të kryeministit të qeverisë shqiptare, por edhe dëshirës shqiptarëve që në 2027-2030 ne të mbyllim kapitull dhe të bëhemi vend antar.
BE-ja është një nga arsyet, një nga kushtet që duhet të plotësojnë vendet që të pretendojnë bën antar është unifikimi i politikës jashtme. Dhe ti në këtë kontekst je komplet jo vetëm kundra, po je në kahun e kundërt politikës jashtme të Unionit Evropian. Me këtë qëndrim. E dyta, po themi, ka qëndrime të Kombeve të Bashkuara. Apo ti përsëri del kundër organizatës më të madhe politike në botë, Kombeve të Bashkuara. Treta, e gjykata ndërkombëtare për krime. Netanyahu është një njeri që ka mandat për t'u arrestuar sepse akuzohet për krime lufte. Dhe pjesa më e madhe e vendeve evropiane nuk e lejon zbresit të futet, as të kaloj. Ndërkohë që kryeministri jonë thotë nëse do vi Netanyahu në Shqipëri, unë nuk e arrestoj. Apo jo. E në këtë kontekst unë jap çik drejt kryeministrit sepse tu edhe ka drejt. Shqipëria është parajse kriminale edhe pa Netanyahu. Shqipërinë, kjo qeveria ka kthyer në një levatrishe të mafjes. Nuk është po zbuloj me gjë pa thënë më parë, por këtë gjithë raportet ndërkombëtare që nga Unioni deri dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila flet se si kartelet e mëdha të drogës duke nisur nga Ekuadori pastrojnë paratë në Shqipëri, por ne ndjejmë për ditë Shqipëri se si edhe në zgjedhjet e fundit se si krimi i organizuar, narkotrafiku u tërhoq vetë dhe solli dhe mbështetin në zgjedhje eksponent cilët janë zëri i tyre. Apo ka pasi debat shumë madh. Kështu që në këtë kontekst po them, kryeministri ka qenë i sinqert. Pyetja është çfarë fiton Shqipëria, apo jo? Gjithçka që tham deri tani kanë bëjmë për Shqipërinë. Shqipëria nuk fiton asgjë. Sigurisht që Shqipëria ka të gjithë drejtën e Zotit që të ketë marrëdhënie të mira me Izraelin dhe nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht nuk ka asgjë të keqe. Por qeveria e Izraelit dhe momenti në cilin ndodhet Izraeli, unë mendoj që është shumë delikat dhe Shqipëria nuk ka aq potencë, nuk ka aq forcë dhe nuk ka pse merr një risk mbi veten e tij që nuk ja kërkon askush. Është u bë me krahun më të fortit pra sipas mendimit. Nuk është më i forti, unë kam përshtypjen që duhet të ndajnë diçka këtu. Interesi i Shqipërisë apo interesi i Ramës. Unë jam te kjo e fundit. Shqipëria nuk fiton asgjë. Dhe këtu kam një kritik për gjithë debatin publik që është bërë në Shqipëri kur shumë analistë pranë qeverisë thuajse e kanë pasur të pamundur ta justifikojnë Ramën me gjithë dëshirën e tyre. Shiko, kur vlerësohet marrëdhënia, a është apo s'është interes të një kombi, ka referenca këtu. Ka referenca. Po marr, sigurisht është debat i madh, po marr disa gjëra. Kush është këmbimi tregtar midis Izraelit dhe Shqipërisë? Zero. Ke drejt këtu. Ose shumë pak. Na shitëm si të modhe ndihmën që na ka bërë Izraeli në rastin e sulmit kibernetik të Iranit. Është paguar komplet. Këtë e shitëm shumë për të modhe. Shiko, edhe një herë. Nuk ka asgjë të keqe që të kemi marrëdhënie me Izraelin. Absolutisht. Aq më shumë që Izraeli na ka borxh, ne nuk i kemi na borxh, se ne kemi mbrojtur Izrael. Siç jemi në krenare dhe ato duhet të jemi mirënjohës, po nuk kanë qenë mirënjohës. Të tregoj dy fakte këtu. Nuk kanë si. Dy fakte. Se politika kështu është reciprocitet. Jo jep dhe nuk merr asgjë. Sharoni ishte kryeministri gjatë luftës së Kosovës. Dhe Sharoni ishte në krahun e Serbisë. Gjithkohën krahun e Serbisë. Hapni mediat, keni qendrime publike, ka qenë kryeministër. 2. Netanyahu, për të njohur shtetin e Kosovës, vu një kriter shumë të egër që Kosova të hapte ambasadën në Jeruzalem. Dakor? Dhe kjo ishte dilli. Tani një shtet i vogël si Kosova, i cili me zor po ngrihet, i cili ka nevojë për njohur Izrael edhe për imazh, për hir të vërtetës. Ti vësh të hall në fyt do të thotë që ti nuk je mirënjohës për ato që të kanë bërë shqiptar. Apo jo. Mjafton këto dy gjëra për të parë nivelin e reciprocitetit. Në Shqipëri ka një lloj fryme rapsodiste. Kur flasim për marrëdhënie duke ne jemi kemitizmi, kemitet. Duan të fortin, krijojmë edhe mite vet. Edhe kursiani krijojnë vetë në të fortët. Është një problem. Miti është një problem ballkanik dhe jo vetëm ballkanik, por Ballkani ka shumë të theksuar këtë pjesë. Këtu është ideja që shikoj Izraeli, Mossadi etj. Po, Izraeli ka Mossadin. Izraeli është një shtet shumë i fuqishëm. Izraeli ka një buxhet të jashtëzakonshëm, ka një zhvillim të jashtëzakonshëm. Por çfarë marrëdhënies keti me Izrael? Çfarë kombimi tregtar? Kush janë investimet e Izraelit në këtë vend ose tuajet në Izrael? Izraeli nuk është nga vendet
që në kontekstin ekonomik ka një marrëdhënie në top listën e 10 vendeve të para, për shembull. Me Shqipërinë, jo, është Turqia, është Italia, është Greqia, është Gjermania, është Franca, Izraeli ka shumë pak. Megjithatë nuk ka asgjë të keqe, edhe pak sa ka, po mos e fryj më shumë se ç'duhet. Në këtë kontekst nuk ka, që mos e zgjas më shumë. Nuk ka pasur asnjë lloj interesi Shqipëria, edhe politik, edhe ekonomik, edhe diplomatik, edhe në marrëdhënie me të tretët për shkak situatës që ne përmendëm. Atëherë interesi kujt është? Personal i radhës. Interesi personal i radhës.